Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube. Me artistët ne lidhemi përmes artit të tyre, me një piktor përmes pikturës, me një fotograf përmes fotove të tij, me një këngëtar, me një artist të skenës, me një soprano, mezzo-soprano përmes zërit saj. Çfarë ndodh kur artistit për një moment i duket sikur nuk e ka më dhuntin? Fillojmë. Në podcastin thuaj është sot Vikena Kamenica. Vikena, mirë se erdhe. Përshëndetje. Shumë kënaqësi që të kam këtu. Kënaqësi gjithmonë për ftesat që marrim nga ty, edhe me thënë drejtën po drejtohem direkt me atë konfidencialin që ne kemi në marrëdhënien tonë. Edhe gjithmonë bisedat janë shumë të këndshme, kështu që okay, pranojmë dhe para kamerave. Faleminderit tani. Unë e nisa me njëherë hyrja dhe të gjithë presin që për çfarë do flasim. Që ti ke sukses kjo nuk është nuk diskutohet më. Po unë dua di sa vite ke karrierë, gjithsej. Ta marrim që nga dalja ime e parë në sken. Në fakt dalja ime e parë në sken ka datuar fiks edhe me një kontratë serioze, në sken serioze, me një orkestrin po serioze, që i përkiste viteve jo të lehta, siç ka qenë 94-95, me një orkestrin në Estradën e Tiranës të asaj kohe, kur skena ishte ajo skena e vërtet, me deri me një shenjë, me atë gropën e orkestrës, me publikun përpara. Dhe vërtet ka qenë një kontra honorar, normalisht se mosha nuk e kisha për të pasur një kështu me honorar, me nëndrejtimin Aleksandr Lalos, që në një farë mënyrë ishte ai mentori i parë i fillimit të karrierës time edhe të tjetuarit të artit direkt në skenë. Okej, backgroundi im familjar ma jepte shumë komoditetin që skenat mos më dukeshe një gjë e huaj, sepse e rritur në ato kariget e teatrit edhe normalisht në skenë rria shumë shpesh që prisja prindi, domethënë e kisha në një farë mënyrë atë komoditetin emocional të, si të thuash, të moderuar që në moshë shumë të re. Vërtet ajo është mosha gjithë dyshimeve, paqartësive, frikrave, sepse po flasim për adoleshencën e hershme që i thon 14 vjeç, 14-15 vjeç, por normalisht mua ma jepte backgroundi familjar, më jepte një komoditet që ta jetoja dhe vërtet mua të më bëheshe një kontratë e asaj kohe dhe që kjo të qonë pothuajse 30 vjetë. Dalje në skenë dhe mos shkëputje më nga skena. Pra në skenë, live... Live, vërtet live. Ti ke kënduar gjithmonë, unë nuk e di me playback si ndjeshti. Asnjëherë, dhe në hyn ke personazhe që s'kam shumë playback në jetën time. Do të thonë që do të them s'kam shumë regjistrime. Sepse nga që nuk e doja, kam shumë pak. Doja vërtet muzikën e gjallë sot e kësaj dite, doja emocionin e çdo herë që dilja në skenë, ai material për mua kalonte sikur e këndoja për herë të parë. Asnjëherë nuk e kam bërë rutinë atë gjën. Pastaj është shumë fake ajo situata. Në vërtet kam qenë shumë e vogël dhe ishte shumë komoditet për treçerekun. Doli dhe në modë atëherë. Doli dhe shumë në modë. Ndërkohë nuk e jetoja dot. Falsitetin e kam pas dhe sidomos në zanat. Pse? Sepse ajo çka kam parë që kur kam lindur, atëherë kur kam filluar të krijoj memorien time, është që unë dëgjoja këngëtar për 4 orë që këndonin gjallë. Që këndonin me zërin e tyre, pa amplifikim, dëgjoheshin deri ke karige e fundit, gjë që ndodh edhe sot, se këtë fat ta jep teatri dhe teatri operas, pa diskutim. Përsosnin teknikën e tyre, përsosnin emocionet e tyre, interpretimin, për të sjellë emocionin direkte përveç zërit deri ke kariga e fundit. Domethënë, kjo është shumë e rëndësishme, gjë që unë këtë e kisha jetuar aq shumë sikur kisha bërë edhe 40 vjet përpara. Ja prindrit e tu, ti isha rritur në këtë lloj forme, në këtë skenë, në këtë lloj ndjesie. Gjë që kur filloi doli playbacku më duke vërtet nuk e pranoja dhe s'e kam pranuar. S'kam dalë në festivale, s'kam pranuar. Se ke pranuar asnjëherë që të... Nuk e kam pranuar. Tani e ndjej shqetësim. Pse? Se mund të kisha gjërat që të më ngelnin, emocionet. Domethënë, deri diku, me thënë drejtën. Pastaj më mjaftojnë ato gjërat live që kam gjithmonë kujtime janë. Por mund të kishin ngelur vërtet, si të thuash,
kujtime të bukura për atë moshë, për aq atë çka jetoja në atë periudhë. Se kjo është e bukura e zanatit tonë, që ti si e jeton një produksion sot nuk e jeton, se varet se si je ti, je pjekur më tepër, ke emocione të tjera, ke ndjesi të tjera, kupton ndryshe. E gjitha, domethënë kam bërë Carmenin për herë të parë 25 vjeç dhe nuk mund të jetë njësoj si pas 20 vjetëve. 20 vjetë vërtet ndjesha Carmen, sepse kuptoja vërtet femrën në çdo drithije të saj. Dhe e kuptoja dhe gjithçka që kishte shkruar Bizet, gjithçka, çdo fjalë që ajo nxirrte nga goja, që e thoshte, emocione, domethënë është jeti dhe stadi jetës tënde, domethënë atëherë unë bëja çfarë më thonë, se ti duhet ta interpretosh kështu. Më pas ti për zonja që e di ti pse duhet ta interpretoj kështu. Ti pse dia vetë si ishin marrëdhëniet me kolegët, me partnerët në skenë, e shihja vërtet vihesha në petkat e saj për të patur marrëdhënie, si e mendoja edhe unë bashkë me Carmen, duke thënë atë mendim. Tani gjithë këto role që ke interpretuar, kanë ndikuar te Vikena, të kanë rritur ty si Viken, apo del është mekanike? Shiko, ajo është një po të mos dalësh her pas here, është frustruese, të kuptohemi, sepse ti nuk mund të jetosh me personazhin edhe kur shkon në shtëpi dhe han darkën, domethënë është e pamundur, ti ke nevojë të zbrazesh por nga ana tjetër të rrit ty. Të rrit ty në mendim, të rrit ty në kërkesa, të rrit ty dhe në cilësinë, po jo vetëm të jetës tënde, dhe të shoqërisë që ty të rrethon. Dhe të shijeve që ty edhe shoqërinë që të rrethon, se s'po flas vetëm për shoqëri personale, por deri dhe për publikun. Domethënë, sa herë mendoj dalja në skenë për veten time ose për çdo projekt që marr në dorë, dhe në mënyrë të pathënë, nuk e them asnjëherë, por e mendoj një çik dhe edukim për masën. Them, okay, publiku duhet ta kuptojë këtë gjë, publiku duhet i prezantohet kjo gjë. Të paktën të kuptoj një gjë ndryshe, sepse po jetojmë në një kaos, domethënë, unë them që jetojmë në një kaos kibernetik, mediatik, artistik, janë ca vite të forta këto. Kanë dalë jashtë kontrollit. Kemi fëmijët që jetojnë në shpejtësi të ndryshme. Jetojmë në shpejtësi të ndryshme dhe që deri diku, prandaj them është kaos, sepse ti duhet kapësh ritmin nga gjitha anët, se jeta jote nuk është vetëm skenë, nuk është vetëm e kënduar. Dhe po mundohesh shumë që të paktën dhe me artin tënd të mundohesh të japësh fundi edhe një çik qetësi. Të asaj gjëje që ndodh. Domethënë ti ke nevojë edhe për këtë lloj meditimi, ti ke nevojë të dëgjosh edhe këtë gjë, të kuptosh edhe këtë ndjesi, sepse të bën edhe mirë ty. Se gjithsesi arti hyn, unë jam e lumtur, bëj një zanat që e kam pasion, bëj atë që dua, nuk ka gjë më të bukur, dhe them, inshallah dhe vajza ime arrin të gjej diçka, të bëj vërtet një gjë që do, që është e dashuruar që të mos ta ketë punë. Unë nuk e kam punë, vajtje në skenë, vajtje në teatr, unë nuk e quaj punë, Mirel. Mua sa herë dëgjoj dhe fjalinë se duhet të shkojmë në punë, më kap një çik kështu sepse them, kur e quajnë teatrin, se them, vetëm ai vend mua nuk më quhet punë. Unë jam vërtet ke shumë gjëra për të diskutuar aty ka, se për të perfeksionuar teknikisht, profesionalisht, janë shumë gjëra. Por nuk e quaj punë, se është një satisfaksion i jashtëzakonshëm kur ti e realizon në ditën tënde një gjë shumë të mirë. Po mirë, se ti je talentuar dhe ti e ke mision, dhe mua më kujtohet këtu një ndër mentorët e mi të gazetarisë është Fatoz Baxhaku. Respekt. Një ndër njerëzit më të rrallë që kam njohur në jetën time, dhe ai thoshte diçka, nëse një gazetar ndjen që këmbët i trashen dhe nuk duan të shkojnë në punë dhe në redaksi, duhet ta lërë atë profesion. Dhe unë gjithmonë e kam pasur në fillim, siç thua ti, në mënyrë kështu klishe, thosha, Tosi na i thot këto tani se do të na motivojnë. Po pastaj me kalimin e viteve kuptova dhe është e njëjta gjë, nëse dikush punën e shikon që merr zvarrat çantën, shkoj të mbaroj ato te torsh, të vinë në shtëpi. Mirë është të filloj të gjej diçka tjetër, sepse nuk është afat gjatë, është çështje kohe dhe patjetër. Por në radh të parë dëmton veten personin. Megjithatë, unë dua të mbetem këtu. Zëri jot është një tingull i veçantë. Jo, ti je një këngëtar dhe ata që e ndjekin këtë podcast, ndoshta nuk janë kaq të kultivuar me muzikën, po të dëgjojnë diçka, kjo është Vikena për shembull. Dhe janë pak
artistet e ne që ti sa e dëgjon thua, po kjo është kjo, ose që fillon dhe ju këndon këngët. Çfarë ndodh me një artist të rangut tënd, një moment që hesh të zëri? Sa dim shpesh, kjo është ëndra, dëgjoj, unë them, kjo është ëndra e keqe e çdo artisti. E them e çdo artisti që të ketë një mbi fuqi, të ndodhi diçka që të mos bëj atë që ka dashuruar gjithë jetën, të kuptohemi. Ti punon 3 muaj. Si punohet këto 3 muaj për këto 3 orë? 3 muaj ti futesh, ti bën një zgjidhje teknike të gjithë shkaje që ty do të ndodhin ato 3 orë. Që ti në ato 3 orë t'japësh maksimumin tënd. 4 orë përpara, the ti. Tani 4 orë përpara çfarë është? Ti provon zërin, ngro zërin, bën vokalicët. Po ajo është sa hap syt në mëngjes, ato as e diskutoj. Po ai 4 orë është që fiziku është çuar për të filluar veprën. Pra nëse ti do bësh një Carmen, çfarë patjetër. Në gjatë 3 muajve të përgatitjes dhe natyrisht netët e premierës. Atëre, po ta bëjmë detajim shkon gjatë, por ajo vendosja teknike në vokal dhe në fizik dhe në emocion të kërkon procesin e saj. Ne kemi një raport, e themi, duhet një 80 orësh që ti ta kesh të japi atë sigurinë. Domethënë në një 80 orë punë për një vepër. 80 orë, po sepse vokali nuk mund ta vësh ti 8 orë të këndoj. Është e pamundur. E qartë. Është e pamundur. Kështu që ti bën një si të thuash një ndarje dhe bën në kohë zgjatje. Edhe ajo gjëja duhet vendosur, si ajo shtresa e pëlhurës kur ti fillon që e merr e vendos, për shembull kur bën një qilim. Dhe tezja, si quhet? Po, në tezja. Ose një telajo pikture të bardhë dhe fillon ajo është të kërkon një punë që është stres në gjithçka. Dhe nuk flitet e endat e gjën, po, e vërtet. E ende të kërkon qetësinë e vet, kërkon konsolidimin e saj, kërkon. Dhe kjo është për çdo notë. Kjo është atë që njerëzit e dëgjojnë aq të thjesht një frazë të kaluar, ti atë frazë ke ndar gërm gërm. Dhe publiku nuk e kupton që ti atë në procesin tënd e ke ndar gërm më gërm. Dhe me gjithçka që shkruan kompozitore, sepse ne kemi dhe një gjë që duhet jemi sa më korrekt. Është ligj. Është ligj, është i pashkruar dhe është thjesht jetuar i tillë. Kompozitori për të treguar atë çka vërtet ka shkruar gjithçka. Ndodh që shkruan edhe regjin. Në shumicën e rasteve, për shembull, në vepra vetë kompozitori është, si të thuhet, në këtë moment Don Jose vret, e thot muzika aty, e thot ndjesia e muzikës. Që dhe regjisorët qëndrojnë shumë korrekt me atë çka ka shkruar Verdi. Në shumë fraza. E kuptoj. Kështu që kjo është një gjë që ne e studiojmë. E studiojmë dhe ty në publik të duket sikur ti thjesht dole dhe jetove atë moment 3 orë të jetës asaj gruaje. Po marrim Carmenin se i vum emër. Kështu që kjo është vërtet tamam një endje dhe është një punë, ndërkohë mund të ndodhi që atë ditë je me grip. Dhe këtu duhet ndalem. Atë ditë je me emocione shumë të forta sepse ku di unë. Një gjë njerëz jemi në shtëpi diçka nuk ka shkuar mirë. Nuk ka shkuar mirë, ty të shpërgjith herezia dhe ti gjithë kjo endje që ti nuk arrin do ta ekspozosh. Domethënë është ose do arish, po do arish me një dhimbje dhe këtu pastaj futet na ka ndodhur kjo gjë. Dhe këtu pastaj futet eksperienca. Këtu gjitha. Domethënë ti thjesht një njeri sa ke dalë në skenë, ti mbase se përballon dot. Ikën zëri. Këtu është të hikën zëri, nuk është se zëri hikën. Mund të kapin kolpo të forta dhe ka ndodhur faringiti, mua më ka ndodhur dhe nga alergjia. Dhe ti vërtet aty thret teknikën sepse në një farë mënyre e kemi mësuar fizikun ton që të nxjerrim edhe të pamundurën. Kjo është arsyeja pse gjëja funksionon, të kuptohemi. E kuptoj. Është si sa herë për shkakun kam dëgjuar një rast, kishte bërë aksident e njohura ime në një moshë 60 e sa vjeç. Po bënte shumë palestër, një nga këto njerëzit që kishte filluar palestrën, që vajza re, bënte edhe në atë moshë e vazhdonte. E marr e pyes në telefon dhe i them si je, sepse dëgjova që gjëja ishte, tha, më ka ruajtur, tha, muskuj, tha, vetëm tha nga palestra në gjithë këto vite, tha, sepse për moshën që kam, tha, unë vërtet do isha dënuar shumë keq me atë aksident shumë të rëndë me makinë, kuptoheni. Kjo me biçikletë, domethënë edhe këto gjëra të lloj. Unë tha do isha dënuar, tha, shumë keq.
ngela, sepse ishte vërtet edhe këto njerëzit, tha, domethënë këtu të shpëton, prandaj them që në disa raste. Pra mirëmbajtja e zërit. Mirëmbajtja e gjithçkaje, jo Megjithatë, vetëm unë dua zërit. të S'është ke mirëmbajtja ajo, se ndodh, pastaj janë anulluar vepra, janë anulluar sepse është dhe vetëm ajo ti nuk rrezikon të nxjerrësh dhe ato që nuk është mirë e jotja, ti do t'japësh maksimumin tënd. Edhe kjo ndodh, shumë artistë bile s'kanë marrë emër duke bërë jumping të një personazhi shumë të madh dhe ne kemi edhe kolegë miq tanë edhe shqiptarë që nga një jumping kanë hyrë dhe janë bërë të famshëm se kanë zëvendësuar një nga ikonat për shembull të botës operistike. Një Traviat nuk ishte personazhi kryesor, ka hyrë dikush dhe që aty fillon karriera e saj e ndritur. Fillon karriera e ndritur, pa diskutim. Por unë dua të di atë mëngjesin dhe ta them sepse dhe unë punoj me zë dhe unë kam shumë problem zërin. Të dyja e dim që impostohesh në një zë teknik. Patjetër. Unë është një zë teknik që unë mund mos flas me njerëzit në përditshmëri, por lajme jap. Po. Është një zë. Por ka një mëngjes që ti zgjohesh dhe s'ke zë. Që s'ke zë. Nuk e di të ka ndodhur ty, mua më ka ndodhur. Po, më ka ndodhur. Më ka ndodhur ditën e shfaqjes edhe nuk e di çfarë ndjesi është dhe si kalon kjo. Është normalisht këtë si thoshte edhe nga ana mjekësore edhe nga ana akutet, këto janë. Ato janë, domethënë, të ndodhet. Shkon virusi në laring, mbaroj. Në laring, po, ajo. Unë kam pas një kolpo alergjie që më dha shumë të fortë. Nuk e kisha deri një ditë përpara, bieshi të nesërmen, ditën e shfaqjes bieshi dhe unë bllokohem. Domethënë, ajo ishte një kolpo shumë e fortë për mua. Arrita të shpëtoj vetëm teknikisht, normalisht me ndihma, sepse ekzistojnë dhe ndihma konkrete, domethënë që mund të marrësh dhe të shpëtosh për atë moment, por gjithmonë bazuar në teknikë, sepse vetëm ajo nuk të ndihmon. Nuk do të thotë që ti pive diçka, të dha një boost të fortë dhe ti ja dole. Problemi është që ti shkatron kordën, nëse ti nuk e jep teknikisht pastër, ti duhet bash po teknikën njësoj sikur korda është e shëndetshme. Që kjo ty të shpëton për të nesërmen kur del edhe efekti një ilaçi apo ku diun se çfarë. Kjo është ka ndodhur, do ndodhi dhe është e pashmangshme sepse në fund fare jemi njerëz të gjallë, pa diskutim. Teknikisht ja dole. Teknikisht. Po. Emocionalisht dhe si e menaxhove? E shkatruar emocionalisht po, sepse më kapte frika që mund të më linte zëri mbase forca ime nuk e çonte dot deri në fund. Ishte vepër e rëndësishme? Ishte një gala, kisha dy arje shumë, dilja vetëm për aq. Se është akoma se gjatë veprës ti edhe gjen të rikuperosh veten, po ishin vetëm 2 numra për të bërë. Të pastër, domethënë ishe vetëm solo. Isha vetëm, ndërkohë kisha balerinë në skenë, ndërkohë duhet kisha edhe komportimin me ta të mizanskenës, domethënë duhet isha edhe shumë e qeshur. Por unë kisha një luftë shumë të madhe brenda vetes, gjë që mund të më dënonte shumë dhe luaja shumë me stresin. Është ti humb kile gjak, pa të dalë një pikë gjak. Ti e ndjen veten shumë të shkarkuar. Domethënë ajo është vërtet ëndra më e keqe dhe është kaq e nevojshme edhe për artistin, për mbështetjen si emocionale, si psikologjike, sepse kalon në si të thuash, në val shumë të forta, që unë them një njeri në një jetë normale, një zanat tjetër, nuk i ka kaq të forta. Nuk është e pamundur dhe është bëhet shumë i prekshëm. Është shumë i prekshëm nga ana emocionale. Domethënë, ne gjithmonë kemi pas qesh kur diskutonim, që thënë, po pse ky kaq i ri, më madhe këto me drograt, me këto. Kur e kupton vetë, frekuencat janë të tilla. Frekuencat bëhen aq të forta, Mirel, dhe varet ai njeri është i mundur ta përballojë apo jo. Për shembull, unë kam një nga gjërat që diskutoj sa herë më sillin prindër fëmijët e tyre. Dhe i shoh që e kanë të pamundur mezi të flasin, e kanë të pamundur të lutem, ky fëmijë para duhet psikologjikisht duhet ta kuptoj që ky është një zanat që me këtë lloj natyre nuk bëhet. Nuk e përballon. Ti shkatron fëmijën, mund të ketë zërin më të bukur në botë. Ti e shkatron atë fëmijë. Ti e shkatron për jetën. Nuk është problemi që nuk e bëre artist, po ti e shkatron për jetën. Domethënë, janë ca gjëra që dhe mësohen, pa diskutim që mësohen, po duhet përgatitur.
Ti ke qenë e fortë kështu gjithmonë, ti do ishe Shiko, një natyrë kaq e fortë, se ti e shikon gjën, unë e kuptoj, ti je analitike, je shumë analitike dhe je njëkohësisht shumë e fortë. Absolutisht je emocionale, se ne dëgjojmë këngët e tua dhe emocionohemi, edhe burimi je ti, është zëri jot, dhe patjetër është përpundimi jot, por ti ke këto të dyja. Këto të dyja të bëjnë ty, nëse nuk do të ishe ti kaq analitike, do ishe këngëtare kaq e madhe, do ishe kjo që je mendon apo? Shiko, unë... Kishe vetëm emocion dhe talent, se thonë jam talent i madh, po mua më shkatruan, unë nuk dal dot, përballoj dot skenën, Unë nuk e përjashtoj backgroundin. Okej, nuk kam qenë natyrë kaq, domethënë shumë gjëra më mësuan me jetën, të kuptohemi. E qetë, një fëmijë ka qenë që një fëmijë shumë i qetë, domethënë e mblidhja shumë. Por ndërkohë në zanat, ke pjesë në zanat e them tash jo zot, atëherë ka qenë dëshira për të kënduar. Ishte shumë e madhe dhe më merrte më përpara. E qartë. Por logjikoja shumë, e merrja me qetësi. Dhe me thënë të drejtën, për prindërve pa divizëm. Domethënë, e themi divizëm tani, po pa delirim. E qartë. Mendoja që çdo gjë mund bëhet më mirë. Kur ndihesha mirë e bëja, po flasim për atë kohë. E qartë. Derisa ti e fillon e kupton, por më ka ndihmuar shumë dalja në skenë shumë shpejt. Dhe dalja në skenë dhe në skenë live, dhe në skenë me orkestër, me... Në skenë live, unë me provë kam dalë. Pa hile, do me thënë. E mësova pa hile, si të thuash, profesionin, por jo, mësova pa hile, si të thuash, procesin e emocionit. E qartë. E mora shumë të pastër, e mora një brumë të pastër. Edhe as pak fals, as pak të ndjesha dhe të gjeja veten. Dhe unë në atë moshë që ti fillon ndërton karakterin tënd, ajo është mosha që ti fillon e ndërton dhe personalitetin dhe karakterin, unë e ndërtova në skenë, duke provuar veten, duke sfiduar veten, non-stop. Kjo ishte që edhe më zgjoi në një farë mënyre. Por normalisht prindrit e shifnin, sado që unë t'isha një natyrë e qete, unë emocionin nuk e kisha për të bërë një debat, nuk e kisha për të diskutuar diçka në familje. Në shkollë, po. Domethënë, e kisha jo shumë, si thua, sportiven si natyrë për energjinë, por ama e kisha, e mbaja këtë. Ata kaq që kishin kuptuar, dhe pse nuk donin fare të më bënin artiste, se kjo është një gjë. Jo, nuk donin, e dinin këtë luftë në emocioneve. Unë i kuptoj sot. Lodhjen që ke. Vajzën artiste do ta bësh? Jo, jam po e njëjta gjë, domethënë, jam totalisht vajza prindërve të mi. Sa bukur efekt jon, i vasolle njerëzve këtu jon. Jo, sepse e para shoh natyrën e saj që nuk më ngjan shumë në këtë pikë. Ajo vërtet është më emotive. Sa ajo është bijarti, edhe ajo. Ajo është shumë emotive. Unë e shoh që ajo preket shumë shpejt. Ajo mjaftë të shohë ty të shqetësuar ose të shohë një situatë jo mirë në shkollë. Kur ndjehet, domethënë, fakti që ajo preket kaq shpejt edhe ka pas gjithmonë, mua kjo më vendos një çik që them, jo, s'dua ta lodh vajzën. Në qoftë se ndonjë gjë mund të ndryshoj, sepse prandaj ne e nisim shumë shpejt, se nisim 14, po flas për të kënduar. Bota jashtë është 18. Bota jashtë lë dhe të ndërtohet, të ndrojë dhe zëri, sepse dihet. Si ke vajzat në pubertet, që bëhet ai ndryshimi i trupit, akoma dhe ke djemt që ne e dallojmë, edhe më shumë ke djemt kur fillon ai zëri fëminor, kur kalon një zë që bëhet më burror. Ai është ndryshim shumë i madh dhe që ti duhet ta presësh atë proces, sepse ne kemi pas për shembull shumë fëmijë kanë kënduar si bilbila të vegjël, kur janë rritur nuk kanë pasur, sepse ndryshimi vokalit i ka bërë që të humbi ajo me tillë vjen, po kanë kujtimin më të bukura të jetës tyre, të kuptohemi. Megjithatë do të dalem pak këtu, Viken, për shembull dëgjoj, Adele ka bërë kordat operacion. Po, anullohen koncerte se nuk jam mirë me zërin. Në fakt mua më duket si, do të thënë, Adele është tjetër rast. Nuk janë vetëm zëri, Mirela. Do duken si fin dhe artistësh këto, jo, nuk është apo fin, jo? Është edhe ana emocionale shumë, prandaj po të them që pra ti mund të kesh zënë emocionalisht si e gati. Si e gati për ta bërë. Sepse po flas për këtë rastin që ndodhi para ca muaj që kisha këtë kolpën e alergjisë. Ndjehesha e fortë psikologjikisht për ta çuar përpara. Sepse thoja, e ke forcën, është forca pjekuria moshës, e gjitha dhe thoja, unë këtë do ta ha me dhëmbë, se ne themi këto gjërat. Po.
këto gjëra që unë I këtë jep ta lë, vetes. jep vetes, ja thua vetes non stop, unë këtë ta bëj. Do ta bëj, kam darë mendje do ta bëj, s'ka zë, do ta bëj. Dhe të del, dhe të normalisht ti je shef një bulës, ti e kupton kuptoj atë gjë, deri nuk ku, është deri ku mban. deri ku mban, ti e kupton se ti je shef kur ajo gjëja nuk funksionon, ti as flet dot ajo, s'ka kuptim. Por ti je shef që kjo gjë është një gjë që mund të shkojë. Por duhet ta kesh nga ana psikologjike, emocionale, po psikologjike se truri jep çdo komand të mundshme deri për të ngrënën, deri për të. Si je ti kaq e fortë në art, se arti është me intriga të forta thonë. Edhe televizioni mund të ketë, edhe çdo profesion mund të ketë. Po të flasësh me mjek, thonë, hajde të flasësh, të tregojmë në industrinë tonë. Po të flasësh me biznesmen, hajde të flasim për këtë industrinë tonë. Me bankier, hajde të flasim çik për luftën, etj. Por arti historikisht, se për shembull unë di historinë e Vincenzo Bellinit, e Berliozit, Beethoven, Mozart, dashurirat të mëdha, urrëtie të mëdha, Salieri për Mozartin, ne shkatroi thonë mediokriteti, të gjitha gjërat, domethënë i dim. Edhe i dim edhe se historira të bukura, jemi frymëzuar dikur, kemi parë filma, kemi lexuar libra. Ti si Adel që e kaq e fortë dhe thua edhe me çerek zëri del, këndon, se merr vesh njëri të Duart Rokasin, jevi Kena Kamenica. Çfarë ndodh? Çfarë procesi ke ti? S'është procesi, është forma e rritjes. Dhe prandaj ta thash dhe që në fillim, fati e deshi për 1001 arsye, sepse kanë qenë shumë arsye të forta që unë duhet nisja edhe të punoja aq herët. Më pas një intuit e zhvilluar shumë që në moshë të hershme. Kolegët e mi të punës, atëherë në atë kohë, kur unë bëja këtë gjë, ishin një moshë, ishin normalisht diçka më të rinj se prindrit e mi, po edhe sa prindrit e mi, si thuash, ka qenë Kosta Kamberi, ka qenë Luan Zheku, Liliana Kondakçi, Mariana Kondi, sa ta punonin atëherë dhe ishin aty. Dhe ta mendosh një vajzë shumë e re që rria në kamerinot me ta, pija kafen me ta, isha fëmija atyre. Dhe unë rritesha në atë mendësinë, mentalitetin dhe të kuptuarit të një institucioni të jetës se si zhvillohet arti. Si thua, kam marrë atë shkollën e parë që prindrit nuk ma jepnin dot, sepse ti ke marrëdhënie tjetër në shtëpi. Ti në shkollë nuk e merrje kurrë nga moshatarët e tu. Dhe ty të vinte në një formë graduale, por ishte edhe një kovlerash, sepse këta ishin artistë vërtet konfirmuar dhe sot e kësaj dite janë ngelen figura shumë të rëndësishme. Dhe kishin shënjuar shumë mirë. Dhe unë atëre në mënyrë të pandërgjeshme, mua më futesh e kjo gjë. Dhe më vazhdoj dhe më tepër, nisa atëre, ka qenë bumbumrumi i parë. Marrëdhënia me njerëzit në një orar që dilnin nga vetja, që do të thotë mbaronin punët, vinin aty. Ishin gjithë njerëz më të mëdhenj se unë në moshë. Dhe është një pjesë që ty të fillon të zhvillohet dhe intuita, ai karakteri jot, në mënyrën se si ti e ndërton. Por dua të them, kjo është që më mësoi, më bëri shkolla e jetës është për të thënë kjo. Më ndërtoi për të kuptuar dhe më vonë. E qartë. Për të kuptuar deri ku duhet isha dhe ku duhet largohesha. Për të mos i rënë dhe murit me kokë. Ti kur shef një gjë, jo se unë nga vështirësitë të riqesha, absolutisht, po dija si duhet të depërtoja. Dhe sa duhet të depërtoja. Se jo çdo ambient të shijoti, jo çdo gjë të përket ty. Jo ti meriton çdo gjë. Të kuptohemi. Kështu që të qenurit me këmbë në tokë në mënyrë të pathënë, të pashkruar, të paartikuluar, më ka mbajt në ca raporte që kam arritur t'i them vetes, okay, kam kaluar dhe kaloj një jetë profesionale, artistike, po dhe shoqërore, të balancuar. Pa diskutim që ekzistojnë bryllat, pa fund. Mediokriteti, pa fund, po jetojmë ko mediokriteti.
po jetojmë në kohë që shkelen vlerat, po jetojmë në këto gjëra, po jetojmë atë kohën që se ke vlera nuk kanë besim ke ty, që do të thotë është ajo frika sepse varet kush kërketi. Domethënë i kemi këto raportet ndonjëherë që i ndjen si frustracion, por ajo që i kam kërkuar vetes, prandaj them është një punë që ti bën me veten tënde, është që vërtet më vjen ajo gjëja përballë Mirela, por filloj të vë dhe ty pak në diskutim brenda vetes time dhe të kuptoj pse ti po e bën këtë sjellje me mua. Deri diku. E qartë. Pse të ka çuar që të sillesh kështu me mua ose E kuptoj. Kështu që në një farë mënyrë filloj futem tek tjetri në mënyrë edhe me temperament, unë jam tip që kam temperament dhe e marr, e diskutoj, e debatoj, E qartë. ta them atë gjën, e them, okay, nëse ti e ndjen del jashtë vetes tënde për të, okay, më e bëjmë dhe kështu siç thua ti. Por kuptoj që për mua e ke gabim, unë e mendoj ndryshe, po do ta lëm kështu. Unë atë që dua të bëj me ty, do ta gjej me diku tjetër. Do të thotë që unë prapë se dorë edhe nga gjëja ime, por mbase nuk do jetë, por nuk këm ngul kur shoh dikë tjetër përballë ose të gjen. Kjo më ka shoqëria që kam zgjedhur të jetoj. Domethënë është po dëgjoja edhe sot, nuk e di ku më doli përpara që ti ndonjëherë bëhesh ai i vendit ku ti rritesh, i shoqërisë ku ti rrethohesh. Këtë e kam mësuar më përpara deri diku. Unë të kuptoj edhe të dëgjoj edhe se disa e qartë isha tash, po na kapi kështu si po mundoje të gjej një analizën çik je shumë e qartë. Sa më të thjeshtë që të jemi sepse të gjitha gratë e suksesshme që unë me të cilat unë bisedoj dhe të cilat kanë pasur një jetë kolpo të forta, ato janë shumë suksesshme profesionet e tyre, kanë një lloj maturie të tillë. Domethënë, nëse do të kishim një klub të tillë, do të takoja diku, ju nuk do të ndani të njëjtat profesione, po keni krejtësisht një njëjtën mendësi, dhe unë e kuptoj pse të gjitha pengesave në jetë ja dilni me një lloj qetësie, sepse ka një mobilizim dhe një maturi që me sa kuptoj ju a jep talenti dhe puna. Patjetër. Dhe në të gjitha rastet janë të talentuar, punë dhe mos t'i hysh tjetrit në hak. Pra ka dhe më të mirë. Kjo është lufta, hajde ta bëjmë. Kush e fiton, në fund i shtrëngojmë dorën. Mirela, të gjithë jemi të zëvendësueshëm, nënë e bab nuk të zëvendësojmë dot në jetë. E qartë. Të vetmit. Dhe kjo më pëlqen sepse që gjithë nuk thonë që jam më e mirë apo jam më i mirë. Megjithatë, si shpëton nga deliri në art? Se është emocion, është zili, është ekran, është orkestër, është jesh primadona, të jesh, domethënë ne kemi parë që janë shkatruar divat vërteta, janë shkatruar në momentin që deliri ka kapur dhe ne kemi parë me sy tanë se si kanë ikur mite. Patjetër. Si? Po Si ke shpëtuar ti? Është background, është mënyra se si e ke ndërtuar ti atë gjë. Në qoftë se ajo gjë është ndërtuar, si të thuash, me agresivitet, me inat, me shkelje me këmbë të tjerëve, me mohim të gjithçkaje që ty të rrethon, se ekziston vetëm ti. Normalisht nuk është një fund i lehtë më pas, sepse ka fund për çdo gjë. Do ketë fund dhe biseda jon tani, pa diskutim, edhe dita që po jetojmë. Sot ka një fund, do flam. Okej. Domethënë çdo gjë ka një fund. Dhe është shumë e rëndësishme rrugtimi, shumë i rëndësishëm procesi. Prandaj të thash që më është zhvilluar në formë të pandërgjeshme dhe të pakërkuar, ishte fati im. Që të jem fëmia e atyre prindërve që jam. Patjetër, kam gen të një karakteri të fortë, jam rritur si nga ana nënës, po edhe nga ana e babait. Kam pas 4 halla personalitete shumë të forta, gratë forta shumë. 2 su martuan kur, domethënë nga këto natyrat vërtet, jo burrora, nuk mund ta them se ishin gra shumë të fishme. E qartë, po të forta. Gra shumë të forta që besonin ke vetja tyre, por besonin dhe ke të tjerët, që do të thotë nuk jetonin vetëm. Nuk jetonin vetëm për veten e tyre. Njerëz, ne jemi rritur si familje, sidomos ke ana e babait, pa diskutim që po si korçar që jemi, po dhe nga nëna, po ke babai, shumë social, me shumë njerëz.
Me shumë mirë, unë shkoja në shtëpinë e Korçës, kishte njerëz pafund. Do të thënë historitë e kolegëve të babit tim, për shumë filma që janë xhiruar në Korçë, Tinka Kurti, Margarita Xhepi, jeta mi ka bërë t'i takoj dhe kam qenë me shumë fat për këtë fakt. Dhe shumë të tjerë thonë, se kur vinim ne në Korçë ke shtëpia Gurit, do të thënë shtëpia babit tim, edhe pse jetonte në Tiranë me familje me gjitha, do të thënë ne jemi rrethuar shumë je rritur në këtë botë, në këtë qiell dhe je farkëtuar këtu. Dhe kjo të ka ndihmuar të përballosh anën tjetër, por talenti, unë mendoj talenti. Talenti është i pa. Po talenti, po shiko, ka një gjë ku ti ndërtohesh. Patjetër, pra, talenti, emocion. Ekziston, sepse po të mos jetë brumi ti nuk bën as kek as buk as nuk bën asnjë gjë. Kështu që ti ke diçka, normalisht është, prandaj të thash fati edhe i prindërve, sepse unë nuk e kërkova të kuptoja në bëja apo nuk bëja. E kuptoj. Unë kisha fatin e prindërve të mi që do e thonin për të më ruajtur mua të kundërtën, por ndërkohë edhe për të më shtyrë përpara atë të vërtetën. E kuptoj. Që unë vleja, nuk prisja të ma tregonte dikush tjetër. Do me thënë unë që kur unë ndërtova, e dinin që ato kishin lindur një fëmijë që talentin e kishte, vokalin e kishte, kishin vetëm frikën që të mos jetonte atë që ata vuanin. E kuptoj. Unë dua të kthem tek ajo mbrëmja gala. Pas i the vetes do ta bëj. Teknikisht, jo teknikisht, unë dhe shumë të tjerë i gjojnë të bëra dhe 2 net rresht. 2 net rresht, do me thënë me 2 me këtë zërin, me alergjit ti, unë gjitha 2 net. Po, unë gjitha 2 net rresht. U kuptua gjë, apo? U kuptua. Mami e kuptoj, publiku jo, sepse unë emocionin e dash po njësoj. Unë nga Carmeni nuk dilja dot. Kur futa Carmen, do bëja Carmen, ishte skena Carmenit. Kishte shans të nxjerrja unë, të lëshoja Carmenin e një jetë të ndërtuar në atë 3 minuta, jo. Kjo nuk ndodhte. Kështu që e bëra prandaj po të them, është të jesh më shumë, unë një nga gjërat që dua dhe ke vajza ime, të ndërtoj është si ta forcoj sa më shumë atë, si t'i jap sa më shumë vetbesim, si t'i jap sa më shumë guxim, ose diçka ta marr ta çoj deri në fund. Domethënë po i lutem për një biçikletë që i them maman bëja. Dua që vetëm ta çosh deri në fund. Që ti ta dish një gjë kur merret, çohet deri në fund. Dhe ti të fillosh finalizohet, ti krijosh besim që ti i bën gjërat, të sigurohesh, të forcohesh, që ti ke forcën për të mësuar gjëra të reja, që e merr guximin. Domethënë, kjo është, se talenti pastaj është, ka njerëz që dhe se kanë pasur talenti, po e kanë gjetur të fshehur brenda forcës tyre, besimit, për të realizuar atë pulsën e vogël që mund të kenë brenda vetes dhe për ta bërë të madhe. Kështu që gjithmonë pritet një talent i madh. Kemi shumë raste që janë në një talent që janë punë e fortë, por diçka, por kanë pas këtë. I ke të gjitha që i ke o gra shumë forta, burra shumë të fortë. E qartë, po shiko, intuita ndonjëherë është interesante, por te gratë e suksesshme unë vëre dhe ndaj dua ta bëj këtë pyetje. Vëre që gjërat e grave suksesshme shikohen vetëm ana e bukur. Ti je gjithmonë e kuruar, del, këndon, e veshur mirë, skenike, e pa ndryshuar të rjetën tënde. Do të thënë ti mund të kenë ndryshu flokët në gjyra të gjitha, nuk e di, Vikena Kamenica njihet që është Vikena Kamenica. Me flokët e gjata të drejta. Rram në një. Do të thënë edhe Carmen po të bësh ti kuptosh që është Vikena te Carmeni, do të thënë si cigane, nuk ndryshon. Por njerëzit kujtojnë që jeta është e lehtë. Që jeta për ty është e bukur, që ty të lyejnë, del aty të veshin, ke një teatr, një rekuizit nga mbrapa, këto galate mdhaja, edhe është shumë e thjeshtë, se tek e fundit do vi një moment që se punon emri për këta njerëz, sidomos për këto zonjat e suksesshme është kjo që. Si është për një grua të suksesshme të kaloj sfida? Për shembull, ty të riskoj zëri, ti këndove 2 net, po e mendove ndonjëherë the dakord këto 2 net unë do t'i bëj 3 minutat e Carmenit tim, nuk i humbas, po e të shkojnë ndonjëherë në mendje që po mirë. Po sikur zëri të mikej përfundimisht të dëmtohem në një mënyrë të pakthyeshme tani. Patjetër. Por atë limit nuk e çoj veten. Jeta është më e gjatë se aq. Normalisht që edhe mund ta lija, në sensin që s'jam mirë. E qartë. Por nuk isha ke limiti. E kuptoj. Limitin jo. Ti nuk je testuar kur te limiti, që të kesh një mëngjes të zgjohesh dhe thua, jo. Më ndodhi maksi, çfarë të bëj? Jo, nuk e kam testuar limitin, sepse nuk e lë veten të shkoj ke limiti. Vetëm në një superfuqi shumë e madhe, mund të shkoj ke kjo gjëja. Ka gjithmonë
një background përpara që nuk shkon gjëja. Nuk ndodh kështu. E kuptoj. Një teknik jo e vendosur mirë e përdorur për një kohë të gjatë të çon aty. Një regjim jo i mbajtur mirë për një kohë të gjatë të çon aty. Është gjumë që nuk flen, domethënë janë të tërë faktorët bashk. E kuptoj. Ndodh akute, ku diu një viroz shumë e fortë, ka ndodh, i kanë lënë artistët, sepse me mikrobi nuk ke çfarë të bësh. Nëse mikrobi ka bërë luftën më të madhe, ka ndodhur. Mua nuk më ka ndodhur. Uroj që jo. Por gjë e gjallë jam, çfarë nuk më ndodhi. Kjo ishte një kolpo, po që unë e shifja që nuk isha në limitin që unë do dënoja veten, se nuk e dënova natën e dytë dhe nuk e dënova më pas gjithë gjërat që bëran vazhdim. Dhe ja kisha komplet ngarkesën dhe ja ku jemi. Nuk e çoj veten në limit. E kuptoj. Sepse nuk e çon veten në limit, sepse je si ai sportisti që punon çdo ditë përveç punës. Kujdesin. Dhe mund të mos punosh çdo ditë. Për shkak të rastisë që ti vërtet për 2 javë s'ke për të kënduar fare. Dhe mirë biles ndonjëherë është mos këndosh fare. Sepse është relaksi kordës, është korda, se ka nevojë të qetësohet trupi. Si ti merr një ditë pushim pse ta jep Zoti ta ka dhënë. Një ditë të paktën ti nuk duhet të shkosh, mundësisht të rish në divan, në krevat, të dielën patjetër, është njerëzimi, kemi ardhur të gjallë në këtë tokë. Kështu, në këtë lloj forme, domethënë është biologjikisht ke nevojë për këtë gjë. Por ajo që kam më përpara, do të thotë abuzim me alkool, abuzim me cigare, janë gjërat që të dënojnë, ke të shkruar, ka manuale kështu të shkruara për këtë gjë. Kur do si bën keq kjo. E qartë, dhe ti absolutisht je profesioniste, por dikush që na dëgjon, mund të jetë në një udhkryq, mund të jetë një i ri që ndërron, një re që ndërron të ketë skenën si ty, dikush që se ka këtë forcën e madhe ndoshta. Thot unë kam zë. Unë kam shumë zë, thot këndoj, më kanë thënë në shkolla, më thonë, ose s'po gjej këngën e dur, ose më vën bryl këtu. Çfarë këshille i jep? Çfarë këshille i jap? Për atë çka e zhvillon, si të thuash, dhe ndërton jetën, ku di unë, ëndrat këtu, nuk e shoh të lehtë. Kjo jo për të prerë askënd me këtë që them, sepse vërtet ne nuk kemi sistem supertus për këtë gjë. Gjë që bota e ka vendosur shumë mirë. Kjo është një nga gjërat që gjithmonë e kam kërkuar. Kam shumë vite që e them, që merret pak në përkëmb ky fakt, ose shkojnë me gjëra një çik më të lehta për të bërë, dhe jo për të ndërtuar një sistem supertus. Domethënë dëgjoj startupe, po ke talenti, ka totalisht një proces tjetër për të diskutuar një startup, domethënë sepse neve na ndodh që të kemi, dhe s'na ka ndodhur pak, por gjeniu për shumë vite që kam jetuar, që bie diamanti në tas të qenit. Kjo është një shprehje, ka ekzistuar, ekziston, nuk e kam thënë unë. Që do të thotë që ke një zë të jashtëzakonshëm, dhe mund të jetë ai Shitsi Bukës që ishte Pavaroti, që punonte ke fura Bukës. Do të thotë që ne kemi shumë nevojë të ndërtojmë një sistem dhe këto talentet i ngrem. E ka pas bota jashtë. Shkonin e kërkonin, i mat ka qenë ke shtëpia oficerëve. Se gjyshi kishte vendosur ta bënte oficer djalin e vetëm që kishte. Si shkonte mendja ta bënte këngëtar. Ndërkohë ai këndonte, ndërkohë ishte një komision, Mjalciko ka qenë atëherë. Domethënë po flasim në ato vite, që çfarë ishin talente, mbaheshin, suportoheshin, edhe pse në pamundësira familjare. Unë prandaj po ta them këtë situatën, në viteve që jetoj, ishte fati im vajza e këtyre dy prindërve. Siç ka qenë edhe fati shumë artistëve që janë vërtet artistësh, edhe i ke njerëz që kanë funksionuar. Ke dhe nga ata që vërtet nuk janë bërë, që i kanë pas prindrit shumë të fatshëm, sepse prindrit e kanë parë që burza nuk ka qenë aq e fortë, se geni varet se si të merr. Unë të shohësh mua me nënën time, unë nuk i ngjaj nënës time. Unë jam komplet vajza hallës time.
I ngjaj totalisht asaj, deri në Korçë. Një personalitet, një ka qenë normalisht mjeke, është tjetër gjë, dhe në natyrë dhe në temperament, në gjithçka ngjaj asaj. Nëna ime është një natyrë komplete kundërt me mua. Do më thënë është, nuk di, që ke ti pare, që ke gjithçka. Më thot ndonjëherë, po se ti zërin e ke si unë, them, unë as zërin nuk e kam si ty. Do më thënë është. Po zërin si e ke si babaj? Shiko, e kam një gjë të miksuar. Mami ka pas një zër shumë të bukur. Unë nganjëherë them, nuk e kam aq të bukur sa mami. Ka pas bukur, ka pas shumë potent. Driteshin xhamat kur këndonte në Akademinë të Arteve. Domethënë, mami shpesh e thot këtë. Jo, po ti e ke si unë. Dhe prap them jo, ajo ka pas më të bukur sa unë zërin. Domethënë është ngjyra po me mezzosoprano, të dyja. Kam pas dhe hallon me mezzosoprano. Domethënë e kam këtë miksimin që s'di nga është marr, si të thuar, se nuk është se kam timbrin fiksi halla apo fiksi mamit. Domethënë ka një miksim brenda. Por ti thua që është një ambient i vështirë. Ambienti për të kapur të duhurën nuk është e lehtë. E kuptoj. Nuk është e lehtë dhe më vjen keq që ta them këtë gjën. Sepse nganjëherë më duket edhe ndonjëherë shpenzim shumë i madh edhe për prindrit, pa e ditur këtë gjën, vlen deri ku shkon. Po shiko, po bën gjithë këto talent show. Sepse i marrim po të lutem Mirela, tani që flasim, ku janë? I dëgjojmë. Për jashtë 3-4. Po. Për jashtë 3-4-5 që vërtet e patën. Domethënë nuk është e lehtë sistemi që ka marrë pjesë e ka dalë 2-ti, 3-ti, 4-ti që mos e ka dhe atë brengën që pse sponsoron mua të parin. Duhet të qartësojnë dhe këta prindër se ndoshta edhe nuk qartësojnë mirë. Jo, shiko. Ka një konkurs, kur ka një konkurs ka vetëm një fitues, edhe kjo është dhe duhet kuptuar kjo gjë. Domethënë ajo mund të jetë kur i thon edhe një qerpik më i gjatë ka fituar, po egzagjeroj në këtë moment. E kuptoj. Por është gjithmonë që ka një gjë më tepër. Nuk është se na kanë ardhur ndonjëherë që ti jeni aty 4 veta dhe ti thua ku do t'i vëm gishtin. Dhe po bën vetëm një short ku ti bjeri guri. Gjithmonë ka qenë një gjë, se neve, shiko, unë personalisht, edhe kur e kam parë bashkë me kolegët e mi, gjithmonë shohim një personalitet. Skena nuk të do vetëm vokal. Skena ta do gjithë personalitetin. Dhe nuk po flasim për bukurinë. Nuk po flasim, neve po diskutojmë. Ne kemi shumë artistë që i ka bota shumë artistë. Ke një Barbara Streisand, ke një Edith Piaf, ti ke një absolutisht që s'keni kisht. Figura nuk t'jepte asgjë, energjia t'jepte shumë. Dhe gjithmonë ajo që kërkohet në ekran edhe në skenë është energjia. Janë njerëz, është ajo energji që përçohet dhe ti dëgjon aty, ti kujton se dëgjove mrekullin, ndërkohë ti të përçua një energji e tillë. Do të thotë që zërat bukur ka pas, do ketë vikena, as e para as e fundit. Por energjia, unë shumë shkoj ke pjesa e energjisë, prandaj them emocioni që përçohet, energjia që ti përçon. Edhe pa e bërtitur atë notën e parë. Nuk do të thotë lëshova zërin unë dhe ta mbusha mendjen ty. Jo. Çfarë more ti ka unë nga ana emocionale? Sepse për shembull ti ke shumë autor që ty të shkruajnë 2 faqe të tëra të shkruar piano pianissimo, mezzo forte, piano pianissimo. Një forte të këndojnë. Vetëm në akutin e fundit që thot o Zot po vdes. Që edhe kaq sa thash, normalisht që e ngrita më tepër se gjithë diskutimi që bën. O Zot po vdes. Nuk është o Zot po vdes, është gramat e fundit i atëre e lëshon atë. Atë që të jep Zotin në minutën e fundit. Po themi tani po e kapim një çik sa, do kalojmë çik kjo pjesa pasionante në fund fare, prandaj jam e lumtur se bën një këndon pa kënduar, që bazohet në emocionove pa kënduar. Po jo, gjithsesi janë kaq. Shiko, po të kesh qetësinë, durimin, dhe ta lexosh pa as edhe një lloj ngarkese, atë çka të del përpara, ti kupton që është shumë e thjeshtë dhe e gjen veten shumë kollaj. Pa e futur frikën, pa e futur dyshimin. Po kjo është për këdo. E qartë. Domethënë, edhe kur vi takohemi tek ajo kafja që do flasim 5 gjëra. Normalisht mundohemi me qetësi të lexojmë njëra tjetrën. Absolutisht. Ta nisim atë bisedë, por të ta kuptojmë pse ajo mori një debatim, mori një diçka më tepër, është se e kuptojmë njëra tjetrën dhe kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë, të gjesh një formë ta kuptosh atë çka ke përballë. Unë të falenderoj shumë. Mirela, unë kënaqem gjithmonë me ty. Pak po e sigurt, kushdo që po e ndjek këtë podcast tani, ty të ndjen afër
se është makinë duke i dhënë makinës, ty të ka tek sedilja e parë, se është në shtëpi tek divani, ty të ka ngjitur me kafe në dorë, ke aftësinë të jesh artiste dhe thash ti këndon pa kënduar. Na emocionon dhe pa kënduar. Kështu që unë të falenderoj shumë që ndave gjithë përvojën tënde me ne. Faleminderit, kënaqësi për mua. Miq, takohemi në episode të tjera të podcastit, thuaj. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.